martesat e përzira. Që që sa është kjo e lejushme, sa është e pa lejushme, sa është që. Martesa është një akt solemn, një akt i vlerave të larta njerëzore. E tash, ajo duhet me qenë në pajtim me trit që bashkohen, por në pajtim edhe me familjet. Se për shembull, nëse martohet dikush në kundërshtim me moralin familjar, kundërshtim me parimet, kupton tash, e prish atmosferën, lindin mësën edhe konflikte. Një konflikte, unë e di, për shembull, është martuar, qika me një rast, pa pëlqimin e prindve, edhe thot baba ka vdek e ka shkue, unë nuk më folë për 20 vjet me te. Ta çfarë martesa, çfarë miqësi është ajo? Është ajo miqësi. Zoti thot, që unë nuk jem hoq, më ka interesuar literaturë, po. Jo, ne e shohim edhe në kondin logjik, profesor. Nëse ti ke ardhur pe qasoj bime, pe atyne 2 bimëve ta quajmë ashtu. Po. Nëse ti e thën zemrën e atyne bimëve, ti e ke thyr zemrën tonë sepse ti ke rrjedh nga çajo rrjedhje, ti je derivati qasoj çati trumu. Se thot Zoti, mas të mirës që e kum qut në tokë të njerëzit e kum qut miqësien. Po, miqësia është e shenjtë. Shumë e shenjtë. Miqësia është akt i parimit, i pranimit, i bashkëjetesës, i rregullit njerëzor. Miqësia është e shenjtë, do të me pas edhe tolerancë. Në një rast, për shembull, tolerancë me pas me duru pak mikun, po me se ajo njerëz i linë, por shqyqoni, çka thash, është mas të mirës, është dërgu në tokë të njerëzit miqësia. Absolutisht. Nëse nuk ka këtu harmoni. Prandaj ishim duke diskutuar edhe psikologjikisht, edhe shkencëtarisht, edhe pasasit e tyre do të jenë me pasojë. Po, e vërtet. Nëse s'ka harmoni njerëzore, bashkëtorë, sepse del jashtë rend, prishet rendi. Prishja e rendit shkakton pastaj pasoja të rënda. Profesor, faleminderit, ishte kënaqësi që i ndam këtë çaste së bashku, edhe unë ftoj gjithë të rishikuesit që të ndjekin këto emisione kaq të bukura që profesori trajton për mos me humb ndjenja e dhe dashurisë, edukimit, familjes, janë tema shumë të rëndësishme që këto mbajnë kombin tonë, gjuhën tonë, besimin tonë, kudo që jemi edhe kudo që frymojmë. Faleminderit të shikues edhe një herë, shihemi në takimin e radhës. Edhe një porosi, po tham, kenë kujdes njerëzit e kombit tonë që ndjenja kombëtare të mos preket. Ndjenja kombëtare të mos fyhet, se jemi shembull më i miri në botë për këtë respekt, për këtë kalkulori. Kjo është mesazhi. Faleminderit për mundësinë.